Debati mbi ecurinë e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian ka sjellë sërish përplasje politike mes mazhorancës dhe opozitës, me palët që japin vlerësime të kundërta për progresin e vendit në këtë proces. Në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, kryetari Tagulant Dballa hodhi poshtë pretendimet e opozitës për bllokim të negociatave, duke theksuar se Shqipëria po ecën me ritme të qëndrueshme drejt antarësimit të BE-s. Sipas tij, raportet dhe vlerësimet e Brukselit tregojnë një mbështetje të qartë për reformat e ndërmarra nga vendi. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Ky është ajo që do ta thoja unë, do ta përmbledhja në një fjali të vetme këtë dokument. Pra, nuk flitet për ngecje, nuk flitet për humbje drejtimi, nuk flitet për pasiguri strategjike, flitet vetëm për avancim, për ritëm, besueshmëri, për kushtim të jashtëzakonshëm, për një Shqipëri që po hyn seriozisht në fazën përmbyllëse të rrugës saj europiane. Dhe për këtë arsye detyra e të gjithëve, pas një dallim, edhe për ne si shumicë, edhe për ata që janë pakic, secili prej palëve duhet ta lexojë me përgjegjësinë që merr në këtë proces. Vetë përjashtimi nuk ndihmon askund, ndërkohë që të gjithë bashkë duhet punojmë për ta jetësuar këtë aspirat historike. Nga ana tjetër, kryenegociatorja Majlinda Luka deklaroi se institucionet shqiptare kanë përfunduar përgatitje teknike për mbylljen e të paktën 10 kapitujve negociues brenda vitit. Aktualisht, ne po punojmë intensivisht me qëllim që të përgatisim teknikisht mbylljen e kapitujve për të paktën 10 kapituj të parë, të cilat mbulojnë 27 nga 101 piketa në total, teksa punojmë paralelisht me të gjitha fushat ose kapitujt e tjerë. Sa i përket kapitujve 30, marrëdhëniet me jashtë, 25 kërkimi shkencor dhe 26 arsimi, ne vlerësojmë se Shqipëria i ka kryer përgjithsisht të gjitha përgatitjet teknike për mbylljen e tyre. Sigurisht pritet vlerësimi i Komisionit Evropian dhe më tej vendeve anëtare, një proces i natyrshëm sipas metodologjisë së zgjerimit. Ndërkohë, ministri Toni Gogu ngriti si shqetësim funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar eficiencën e tij si një nga elementet kyçe për suksesin e procesit të integrimit. Në fund të fundit nuk e masim integrimin europian vetëm me kapituj të hapur apo të mbyllur, e masim me besimin që qytetari ynë ka tek institucioni, tek zbatimi i ligjit, tek shteti, tek barazia përpara tij. Dhe pikërisht në këtë besim ne ose e fitojmë ose e humbasim Europën që po ndërtojmë në mesin tonë. Mbledhja u zhvillua pa praninë e përfaqësuesve të opozitës, të cilët vijojnë të kritikojnë qeverinë për mënyrën e menaxhimit të negociatave dhe ritmin e reformave.